Ministeriali i dy ditërës që NATO-s në Bruksel është përqendruar së pari në kapacitetet e reja të aleancës në përmbushjen e objektivave strategjik të mbrojtjes për sfidat aktuale. Shqipëria si shtetet e tjera anëtare duhet të përmirësojë performancën e forcës së saj të armatosur. Kjo kalon përmes planifikimit të objektivave të reja për këtë fort, objektiva të cilat që prej gjysmës së vitit të ardhshëm do të kthehen në detyrime. Rishikimi i këtyre objektivave ka qenë dhe objekti kryesor i takimeve bilaterale që ka kryer ministri i mbrojtjes me homologun e tij italian dhe turk. Fokusi kryesor ka të bëjë kryesisht me arritjen e performancës së batalionit të Këmbësorisë së motorizuar dhe forcave speciale, për të cilin ministri Imami nuk heziton të jap detaje edhe për mediat e huaja. Fokusi kryesor do të mbetet për vitet e ardhshme, krahas detyrimeve të tjera që kemi marrë, po do të mbetet batalioni motorizuar dhe forcat speciale. Për batalionin e Këmbësorisë motorizuar jemi duke bashkëpunuar ngushtë me Ministrinë e Mbrojtjes së Italisë dhe forcat e armatosura të Republikës Italisë, edhe ky ishte edhe një nga temat themelore që diskutova sot edhe me ministrin Di Paola, që do të na bëjnë të mundur të kemi të qartë se çfarë kostoje kanë dhe çfarë mund të planizojmë dhe si duhet ta planizojmë këtë batalion të Këmbësorisë motorizuar tonën. Në këtë ministerial, Aleanca ka konfirmuar mbështetjen e qëndrueshme për misionin e KFOR-it për të ofruar sigurinë e duhur në Kosovë. Situata e sigurisë dhe lëvizja e lirë në Kosovë janë përmirësuar 6 muajt e fundit, por ne duhet të mbetemi vigjilent. Ne mirëpresim fillimin e dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Ne do të vazhdojmë të mbështesim tërësisht këtë dialog. NATO i përmbahet gjithashtu afateve kohore të ndryshimit të misionit të ISAF në Afganistan. Ne mbetemi të angazhuar për përfundimin e këtij misioni në fund të vitit 2014. Ne mbetemi po ashtu të angazhuar për të filluar një mision të ri, për të trajnuar, këshilluar dhe asistuar forcat afgane, duke filluar nga 2015. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Rasmussen tha që forcat armatosore shqiptare janë kurajoze dhe efikase. Ai përgjigjet kjo pikërisht atyre që kanë shumë dyshime për modernizimin e forcave armatosore shqiptare? Forcat armatosore tona bëjnë një punë të shkëlqyer në misionin ISAF në Afganistan. Kjo është një vërtetë e njohur tashmë nga të gjithë partnerët tanë të NATO-s. Nga kjo pikpamje është lavdia e ushtrisë sonë, sepse është e para combat force, e para forcë luftimi që nxjerr Shqipëria dhe e ka kryer detyrën me nder, me lavdi dhe ka dhënë edhe ka bërë edhe sakrificat e saj. Kapiten Voglin është një moment ta kujtojmë sot. Ndërkohë NATO mbetet e gatshme të përgjigjet misioneve të reja të rëndësishme që mund të rrjedhin për sigurimin e paqes dhe stabilitetit në zona të ndryshme të globit.